Mark, çfarë kemi në Bibël që e pasuron ose është para ose është pas këtyre të dhënave që na jep Kurani? Besoj që gjaja e parë shumë e rëndësishme që duhet të themi është cili është imazhi që Bibla transmeton për Zotin. Që nga beslidhja e vjetër deri te beslidhja e re, imazhi klasik themelor i Zotit në raport me njeriu është Zoti që është dashuri. Në beslidhjen e vjetër sigurisht tregohet Zoti që shoqëron vazhdimisht në gjitha fazat e një procesi njohjes dhe zgjedhjes të popullit të Izraelit si popull i zgjedhur dhe gjithçka mishrohet dhe gjen kulmin me personin e Krishtit që është mishrimi në vetveti dashurisë pa kushte të Zotit për njeriu. Në fakt krishterimi ka si themel pikërisht prezantimin ndaj botës të këtij Zotit që është dashuri. Në librin e parë të Biblës, që është libri i Zanafides, duhet të themi një të vërtetë shumë të madhe që akti i parë që Zoti bën, cili është ndarja nga kaosi në formë. Pra, ndan errësirën nga drita, ndan kohën, ndan ditët dhe në aktin kreativ do të thotë jep formë, domethënie dhe logjik ekzistencës së vetë njerëzimit dhe të mbar botës. Thonë këtë kontekst, sigurisht që në beslidhjen e re, në këtë rast që ju e keni afishu, zbulesa flet për atë që është ardhja e dytë. Ne në gjuhën e përditshme e themi fundi ose mbarimi. Por në fakt, nëse referohemi greqishtes vjetër, është një koncept që përdoret paruzia. Do të thotë, nuk është thjesht fundi një bote, neve nuk kremtojmë ose nuk predikojmë me terror atë çka do të ndodh si shkatrim, por ardhin e dikujt i cili çon në plotësi atë çka ka nis në fillim të botës. Do të thotë ardhin e dytë të Mesisë, ku gjithçka shkon në plotësi dhe gjithçka përputhet. Kjo plotësi që nuk është shkatrim. Thonë këtë, dëshiroj të saksoj. Deri në momentin që ne flasim që këto janë shenjat e fundit të botës, ky është fundi i botës, atëherë sigurisht që nuk do të jetë fundi i botës, sepse Krishti në Bibël është shumë i qartë kur thotë atë nuk e din asnjë nga ju. Dhe sikur të gjithë besimin, këtë rast po them për krishterimin. Pra Mark, në Bibël thuhet që ky fund do të vi, askush nga ju nuk e din. Nuk e di. Dhe nuk do lexoj dot as shenjat? Interpretimi i shenjave është diçka tjetër. Edhe në fakt e Krishti në Ungjillin e Mateut thotë një kom do të çohet kundër një komi tjetër, diçka do të ndodh, por prap as në këtë moment vazhdon, nuk është fundi. Leximi i shenjave interpretohet në një logjik tjetër, në logjikën e braktisjes se asaj që është liria e vërtetë. Dhe këtu krishterimi fut në lojë dy koncepte themelore që në fakt qëndrojnë edhe në bazë të qytetërimit evropian që ne njohim që është koncepti i lirisë edhe koncepti i vërtetës. Pa diskutim që në aktin kreativ, gjaja e parë që Zoti ka thënë njeriu është liria, do të thotë që lirinë e tij ta përdor për të njohur, për të zbuluar të vërtetën absolute që është Zoti, apo për të shërbyer vetvetes dhe për të njohur ato të vërteta që mendon se janë absolute. Do të kemi qartë që një koncept që përdoret të çojnë të dyja rrugët e Zotit? Se duke njohur vetveten si krijesë e Zotit, njeriu nuk shkon tek Zoti? Pa diskutim, njeriu është i krijuar për të shkuar te Zoti. Po. Pra, në të dyja rrugët nuk çon në të njëjtin përfundim njohjen e Zotit? Pra dhe duke njohur të vërtetën absolute që është Zoti nëpërmjet religionit, dogmës edhe besimit, apo duke njohur rrugtimin e vet personal si një qenie e Zotit, njeriu sërish shkon përsëri te qëllimi i Zotit për të cilin e ka krijuar njeriu në Zoti. To është madhështia sepse pikërisht në rrugtimin e tij personal janë shenjat e kohës që Zoti jep çdo njeriu mundësinë për të njohur të vërtetën. Përvoja ime nuk është përvoja juaj, më falni. Po, drejtohem. Dhe në këtë moment shenjat që un kam në jetën time nuk do të thotë që janë absolute, por janë subjektive për mua që më ndhan për më njohur të vërtetën, që është Zoti. Dhe pa diskutim, brenda ecjes personale të çdo njeriu, Zoti jep mundësinë për ta njohur të vërtetën absolute. Po. Dhe edhe fundi që kam dëshirë që të them për sa i përket kësaj pjese. Ta lexojmë një moment, Mark. Do të dëgjoni për luftra dhe zëra për luftra. Një kom do të ngrihet kundër një kombi dhe një mbretëri kundër një tjetri. Dhe do të ketë zi buke, murtaja dhe tërmete në vende të ndryshme. Të gjitha këto janë fillimi i dhimbjeve. Fillimi i dhimbjeve që referohet fillimi i dhimbjeve dhe nëse ne e vazhdojmë këtë kapitull dhe shkojmë deri tek rasti 10 ose i 15, do të shohim se Jezusi në një farë mënyrë parashikon dhe ju thot apostujve dhe në këtë rast edhe gjithë neve
se në fund të ditë, siç thot libri i Krishtarit, asgjë e re në këtë tokë. Dhe neve nuk mund na me përcaktu asnjëherë se një shenjë të caktuar është fundi ose jo i fundit botës. Po fillimin e kemi përcaktuar. Nëse krishterimi do të ishte diçka e rrokshme me mendje njerëzore, atëherë do të rreziktohej në filozofi dhe nuk do të ketë diçka që e përmban me të përtemen dhe me të transcendentalen. Okej. Kemi hyrë në një lëmë të abstraksionit, pra nëse do të ishte e rrokshme dhe nuk do ishte transcendentale, pa diskutim, pra që do të thotë, e thënë në gjumë më televizive, le të themi, më masive, në rast se ne do ta kuptonim krejtësisht Zotin, atëherë ai do të ishte një gjë e mbinatyrshme, je duke thënë. dhe në fakt pra nuk do të ishte një gjë mbi ne, sepse nëse kapaciteti jon do ta rrokte atë, atëherë si mund të ishte ai një gjë mbi ne? E pa rrokshmja e bën atë hynor dhe e bën atë që është. Atë që është.